Tre kauza, një protest, një qëllim, mos grabisni pronat e shqiptarve. Kjo ishte thirrja e banorëve të bulevardit Epidam, të banorëve të lagjeve 7 dhe 8, që preken nga unaza e qytetit në Durrës, si dhe atyre të Baksriollit në Velipoj, të cilët protestuan përpara kuvendit, teksa paralelisht zhvillohej seanca plenare e radhës. Banorët e dy qyteteve protestuan së bashku për të mbrojtur pronat e tyre që po zaptohen nga oligarkët, me pretendimin se shteti është bërë palë me grabitësit. Banorët e bulevardit Epidam kundërshtojnë vlerën e ulët të shpronësimit 17.000 lekë për metër katror në një zonë ku çmimi me vlerën e tregut arrin në 3.000 euro për metër katror, duke kërkuar me ngulm anulimin e projektit TID. Ne shtëpit i kemi në qendër të Durrësit. Kur atje 1 metër katror, je vija parës 3.000 euro metri katror. E disa ma ka llogaritur mua shtëpin i qendër me 107.000 lekë të vjetra metri katror. Me këtë që po bën ky hajduti, bashkë me Belin dhe Ballukun, vetëm një gjë, të di, ne i duruari i fituari. Kjo mungesë transparence sjell përfitimin e atyre që duan të fusin duart në pronat e shqiptarëve. 1 kilometër rrugë Tiranë ka bën 22 milion euro dhe banorëve Durrësit autokton ju jep 1 metër katror, saq ju bën një drek në Volga, kryetarës bashkisë, kryetarët e IMT-s. Nga Durrësi erdhën edhe banorët e lagjeve 7 dhe 8, banesat e të cilëve do të prishen për të ndërtuar unazën e qytetit dhe për të cilët vlera e shpronësimit është qesharake. Flasim për interesa publike, kur për të patur një interes publik në radhë të parë duhet të ekzistojë qëllimi legjitim i saj, dhe qëllimi i legitimitetit është i shkelur, pasi nuk ekziston domosdoshmëria e këtij projekti. Nuk ka asnjë funksionalitet, nuk rregullojnë transportin, nuk bëhet fjalë për siguri publike, nuk bëhet fjalë për shëndetësi dhe nuk ka as pak transparencë. 11 ditë përplasje me policinë dhe përfaqësuesit e kompanisë të ndërtimit, banorët e Baksriollit, pronat e të cilëve po zaptohen për ndërtimin e një resorti turistik, thonë se trojet e tyre, po të jetë nevoja, do t'i mbrojnë edhe me gjak. Unë ju them edhe atyre që janë sot në parlament, të cilët na dëgjojnë, por bëjnë sikur nuk dëgjojnë. Hajdini dhe na sillni hallet tona. Nuk ju kena gjë bërë, jena trojet tona. Nuk i kena votu për me mbrojt oligarkët, i kena votu për me mbrojt drejtën tonë. Dhe prona është e drejta jonë. Kauzës së qytetarëve ju bashkuan edhe deputetët Agron Shehaj, Redi Muçi, si dhe aktivistja Dorina Prefi, të cilët dënuan një zëri plaçkitjen e pronave të qytetarëve për interesat të biznesmenëve apo qeveritarëve. Pronat po i vjedhin oligarkët me politikën, me klasën politike të korruptuar që keni parlament. Janë ortak dhe eshtja e tyre tregon pikërisht të gjë. Tregon që janë bashkë, po i vjedhin pronat bashkë. Po sot shqiptarët nuk emigrojnë, sot dëbohen. Dëbohen sepse u shkatrojnë shtëpitë, pse që aty të ndërtojnë një oligark. Përfaqësues nga ju që keni probleme me pronat, të ulemi në një tryezë dhe të bëjmë një strategji për të gjetur zgjidhje, jo vetëm përmes protestave, zgjidhje ligjore. Në shenjë solidariteti protestës së banorëve të Durrësit dhe Baksriollit, ju bashkuan edhe qytetarë nga Tirana, duke i inkurajuar të mos dorëzohen derisa drejtësia për ta të vihet në vend.